për ta vazhduar çik këtë që nisi dhe Genci. Unë mendoj që ky qëndrim që na ka ardhur drejt për drejt nga Departamenti i Shtetit. Pastaj në gojën e kujt gazetari ka ardhur, kjo është një tjetër gjë, po qëndrimi është drejt për drejt i Departamentit të Shtetit, ka bërë një gjë përpara 3 ditë para zgjedhjeve. Ka shpërbër të gjithë fushatën e Edi Ramës. Edi Rama në këtë fushat kishte vetëm një shënjestër, demonizimi i Sali Berishës me të gjitha mënyrat. Dhe veçanërisht për vende modeste të vogla si Shqipëria, ku kjo trysnia ka qenë kaq e fortë, kaq e ashpër mbi qytetarët, është ka ardhur në të gjitha format, me të gjitha mjetet, gjithë ky presion, ky lajm, ky mesazh i Departamentit të Shtetit e zhbëri gjithë të presion dhe tha që jo, ky Sali Berisha nuk është ai demoni që u thot Edi Rama. Dhe ai që deri dje për arsye politike u portretizua si problemi i madh, sot nuk është më problemi i madh. Dhe çfarë ka bërë kjo? Kjo e ka sjell të gjithën, ka krijuar një energji të re, mendoj unë, pikërisht ky lajm sot për Partinë Demokratike, se ka risjell gjithë fokusin tek programi. Unë nuk jam dakord me Gencin që Sali Berisha të hypi avionit edhe të shkojë në Amerikë. Unë mendoj që Sali Berisha e arriti atë që çdo kush e mendonte që ishte pamundur. E arriti në të gjitha rafshet. Pra, nëse pyetet sot Berisha, a udhton ti dot, a e merr avionin për të shkuar përtej Atlantikut, përgjigjja do të ishte po. 3 gjëra. Pikërisht,